E di që punët po shkojnë bare mirë atje, po ka diçka kështu të pak a shumë disa probleme të vogla. Bëhet fjalë kryetar pak një shqetësim mund të them shut për këtë pjesën e uzurpimit të hapësirave publike. Pra të pjesëve që disa lokale pra kanë marrë pjesë të hapësirave publike, si qëndrojmë me këtë pjesë, pritet dal inspektoriati apo për verifikim të situatës apo si qëndrojmë me këtë aranzhimin? Po çështja e uzurpimit të hapësirave publike është gjithmonë temë aktuale. Po. Edhe na kohë mas kohë mirëmi me ato, mirë po besoni sa të lirojmë hapësinat publike, ka dal prap fillojnë më uzurpu ato, mirë po na nuk do të rrim duar kryq, po fillojmë prap vazhdimisht ka dal një nga një me liru ato hapësina. Mas pare kemi pas liru një herë kur kanë bo këto terasat kafeterive, po pastaj ka edhe që i qesin mallnat i ekspozojnë në trotuar, që nuk është e lejume, po i ftoj edhe pronarët e bizniseve që të bashkëpunojnë me neve, të respektojnë rregullat edhe mos të konfrontojnë inspeksionin, sepse ne do duhej që të marrim masa dhe të lirojmë hapësinat publike. Natyrisht që pushteti lokal nuk është perfekt asnjëherë, gjithmonë ka hapësinë për më mirë, prandaj edhe është shumë e rëndësishme që edhe qytetarët na njoftojnë, edhe na pastaj të hartojmë një plan operativ dhe dalim terren të adresojmë gjitha ato çështje. Po, du të me theksu se kemi edhe mungesë kapaciteteve të inspeksioni, e në anën tjetër procedurat për rregullim të stafit të ri janë aq birokratike, aq të ndërlikume, bile qeveria i ka centralizuar edhe ato, edhe për na bën vështirësi me pranu edhe staf të ri. Po megjithatë, ne asnjëherë nuk do të ndalemi, ne do të jemi proaktiv, do të veprojmë edhe aq sa të arrijmë, do të